Në ditë për ditëve vjen një pasuri e madhe te pejgamberi alayhis salam, edhe pejgamberi e merr pasurinë edhe e shpërndan në xhami. E ka pas një pjesë të oborit edhe e ka shpërndan në xhami. Ka ardhur pi Bahreinit, pi pjesës periferike, sot është shtet i veçantë në botën arabe. Edhe pejgamberi thotë shpërndan në xhami. Lëna mos e praj, derisa të vjen me shpërndan. Vjen Abbasi, masi apo musliman, edhe i thotë ja Rasulullah, më jep do parë se ku me zero. Ka thonë e pagujta vetën pi robnijës, i dola pi lufte. Ka thonë edhe djalin e Axhës tanë e pështova, Akilin, e kam pagujt robnijën, ja kam pagujt. Ka thonë ku me të papare. Edhe pejgamberi alayhis salam ka thonë hajde e ka caktu takimin. Edhe i ka thonë çeko e ki, merr. Edhe e ka nis, domthon shtin diçka këtu, e shtin për këmishë, shtin për apo edhe i ka thonë ja Rasulullah, thermani njëri të më nimojë, s'muj mi majt këtë vetë. Atër pasuria su kanë sot me ti një veç pare, o kanë mall, merë shka të mundesh me të morë, ka thonë merë, apo ta liroje pak. Atër i ka thonë, ja Rasulullah, therma vetë i kanë të më nimoje? A, ka thonë, jo, me të nimoje, jo. Atër prap, mledh, së në merë t'i ketë, sa mundesh, në ngrije, në gjepa, ka thonë, ja Rasulullah, therma vetë njëri të më nimoje? Ka thonë, jo, sem të të thirë, merë sa të mundesh vetë. Pasaj, tu munu me morë, shikon dhe zë njerëz, Axha i pejgamberit së ngihet me pasuni. Së ngihet me pasuni. Ata nuk kanë çmume, në halal. Apo andaj Ajubi alayhis salam kur ashnosh mas 18 vite smuje, Allahu ja ka shlu një shi, kanë rasi karkaleca altan. Sigur shivi çave pika, ka ra copa altan. A mund të vënë me rash tash për jashtë altan tu ngu ders. Apo as kamermani si. Edhe ka zbrit shumë, edhe mledhe jupi, mledh, edhe Allahu i thot, o Ajub, edhe sa, atëre Ajubi alayhis salam i thot, o Zot, shumë po nginave, apo, jo djemte, shumë apo, atëre e ka ditë si bëhet trajtimi me Zotin, ka thënë, o Allah, kush nginjet me rahmetin tanë, apo, edhe i ka thënë, pejgamberi, merë Abbas, ka thënë, më foli ka thënë, ja Rasulullah, hajde venim më ti, mosis për më beti kanë, ka thonë, jo, merë sa të mund është vetë. Apo, derisa pejgamberi alayhis salam ka morë Abbasin sa ka dasht, ka një tjertë kanë morë, derisa s'ka met as një dirhem, edhe me mësam veç pikshir, edhe po kesh. Alayhis salam. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, edhe Imam Nevawiu, thot, shiko si ka laku hiç zemra për pare. S'ka thonë, ej, mu kum latbe, hiç, as nuk ka lakmu e zemra ti. U knas të këshirë tjerë, hajde, merti, shikollë dhe kjo zemra. Ande ka thonë, disa prej djetarë në komentin e këti haditit, ka thonë, kështu duhet tjetë zemra e prizve të muslimanëve. Zgëzona e mu kanë personal, se mu kanë i acarun për individualitetin e tina, për personalitetin e tina, jo du mu kanë i gjamë, se? Që ka thonë, merni, kjo ka qenë prej të trajtimet mirave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër, pejgamberi alaihi wasallam ka pas qef që të jenë familja vetë dzellshëm në adhurime. Andaj një ditë për ditëve, Duba'a, njëra prej kushërinave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shef pejgamberi i thotë, nduket se ki i të dash me bë hax. I thotë ja Rasulullah, po, ama shumë jam e smut. S'më me bë hax. Shikoj, ka thonë, shumë jam e smut, po du me bë hax ama s'muj. Atëri ka thonë alaihi wasallam, haxhi washtariti. Ka thonë, nëse haxhin edhe banë shart, me shart. Ka thonë, shka me thonë? Ka thonë, thuaj, o Allah, ka me ba haxhin, ama qatë ti kum zë smuja, që smuj më në tanë, qatë ti e prishi. Apo? A dhe ka ndonë djetartë, kjo adit argumenton se pejgamberi sa i kanë nxit familjarët e vetë, hec, nisuti. E po me ba me më zonë midis tu dhe smuj, ka thonë, ali, qatë ty prishe. Apo? Prish aty, dhe sa të munësh. Kjo ka qenë prej nxitjes të madhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ti nxit familjarët e vet në adhurime. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një ditë për ditëve, siç ka treguar tezja e pejgamberit alayhi wasallam Ummu Mundhir, e bija e Qaisit, thot hini një ditë për ditëve te unë pejgamberi alayhi wasallam, edhe ishte me ta Aliu. Edhe e ka qenë smut, ama Allah si ka përcikit smuja. Edhe thot nai i kishmi të varta, përpara i kanë varr hurmët, kur janë qenë ala pa pjek. Edhe ato rrin gjatë edhe pjekën. Apo edhe pejgamberi alayhis salam ja kanë ofruar, pra sigur kalavesha të renditur, edhe ka filluar me hanë. Edhe Aliu ka marrë diçka të haje. Edhe pejgamberi sa mi ka thënë, "Nalu, ti mos ha." Ka thënë, "Fa innaka naqihun." Ka thënë se ti alas ka kalu smuja mirë. Apo
Edhe pastaj ajo e ka pa që pejgamberi nuk po do me lan Aliun me ëngër, ka shuja ka bën një lloj gjelle supe prej bimëve, edhe ja ka pruve pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe i ka thonë pejgamberi Aliut, ja Ali, asib min hadha fa huwa anfa'u lak. Shiko këtë kujdestar të lartë Muhammed, kujdestari të lartë pejgamberi ka thonë Ali, hapi që sajla. Se koni smu. No, tu i ka lu smuja, ka thonë mos ja këto se janë të forta, ala, të bajnë dam, të munojnë. Ka thonë hapi që sajla. Pro marrim që sajla. Kjo çka argumenton dhe zot? Sa i kujdes shumë kon. Si bab. Si bab. A do i thot Ebu Bekr Siddiku, çat shumë e kum pa. Tu kujdes Muhamedi sa për kushërit e vet, për djembe axhës vet, për axhallart e vet, saçi kum thon, vallahi, unë më shumë shpëtoj te Allahu, mu kujdes për familjen e Muhamedit alayhis salam se për familjen time. A dhe ka qenë prej khutbeve të Ebu Bekr Siddiku, që ka thon urqubu li ali Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Runë mirë familjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë prej traditave të mira të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ju e dini se Jaferi, djali i axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, djali i Abu Talibit, ka qenë në migrim në Abesini. Edhe kur e ka shiruar pejgamberi alayhi salatu wasalam në vitin e 7 dikon paravorësisht Khayberin, në qatë kohë kanë arë për Abesinie musliman. Dhe më për nësën pinë Mekë i ka qunë Abesinie ata. Apo, edhe tash ato pinë Abesinie, mas shumë vitën nga se s'ka pas mundësi komunikimi, vonë kanë arë të Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kur ka arë për tëre, ka në prisi Jaferi. Apo, atë debatin që e ka bo me në Gjashiju, me Amrin, me atë manovrat e mloja që i ka bo me në emër të Arabëve. Apo, kur ka arë Jaferi, edhe kanë shirue Khayberin, dhe shirimi i Khayberit do konë gëzimi madh për musliman, se i kanë poshë jehudit, se i kanë poshë shumë sharri jehudit. E lusë për Allahun që Allahu ti mposhë sherrat e sharrajive, dhe ti ruan musliman nga sherrët dhe kurtha dhe komplota e njerëzit u bojnë komplot muslimanve. Edhe pejgamberi sallam shumë u gëzu kur ashtirue Khayberit. Edhe kur ka ardhur Jaferi, djali i axhës, edhe ka dalë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e ka prit edhe e ka puth lulet ballit. E ka puth këtu, edhe e ka qaf shumë, edhe i ka thonë ma e dri, s'po di, a mu gëzu që u qliru Khayberi, a që jarë Jaferi. Dhe ka da shumë Jaferi, radiallahu anhu. Edhe minjerë pas asaj njarje, e ka quë me një luft. E ka quë me një luft, edhe sikur e ka parandjej për nësëm se në të luft, ka me ra shahid. Apo, deri sa pejgamberi alayhi salatu wasalam, atë luft, ua ka përshkujt pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur me qenë aty. Apo, ka thonë që tash vdiq filani, që tash ra filani, tash u vra filani, prej përshkrimi që ka kallëzu Allahu te bareke ta. Mesin e tyre ka qenë Jaferi. Deri sa kur ka ndrojet Jaferi, u kanë mërzit shumë familja vet. Janë mërzit shumë familja vet, edhe pejgamberi i ka lënë 3 ditë më mërzit me kajt, pastaj ka shkuar. Edhe i ka thonë anës vet, ka thonë bjemi një djemë të vet. Ti ngushloje sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë bjemi një djemë të vet. Kur i ka pa djemë të vet, çat kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka pasur Abdullah, Aun edhe Muhammed. Edhe kur i ka pa sa mu ka mërzit shumë. Do të thonë i ka me jetima, ju ka ndruar jetë baba ku me një luftë që e ka pri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata vin, edhe i kanë pas flok, arabët i kanë pas, përmendëm i kanë shlu flok të gjata, dhe pejgamberi ka thënë thirrë berberin. Kanë thirrë berberin, jo ka qenë flok. Ka thënë dietarët që mos të angazhohen tash nana vet me gjëra të cilat nuk e kanë momentin, atëre për mi ngushllua, ka thënë sa i përket të djalit Muhamedit djalit të Jaferit, ka thënë ky i ngjan axhës ton Ebu Talibit, do babës vet, babës Jaferit. Ka thënë sa i përket Abdullahut, ki ngjan mua edhe në moral, edhe në fizik, edhe në pamje, edhe në fizik. Kur ka dal nana e vet, edhe u ka mërzit shumë, edhe sigur i ka shpreh disa fjalë se çka ka me bën me këto jetima, tash vetëm në gruaje, atëri ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam, el ailet takhafina alehim, do të thonë nanës së fëmijëve të Jaferit, ka thënë a fukarallahu këti tutësha? Ka thënë ndërsa unë jam miku i tyre në dunja e në ahiret, ti tutesh për para, dhe shikoni vëllezër, sot arabët sa parë kanë. Apo sa kanë parë arabët vëllezër? Vëllezër, gjërat më të mira që prodhohen në dunja, një herë çelaj shka e ka zbuluar atje në fabrik, i ditë i prodhim çelët në Arabi.
Megjithatë prap musliman nuk janë të parë. A dini pse? Sa ato parë si vendosin ku duhet. Andaj tha alayhi salatu wasalam në shumë kontekste, lal faqra akhsha aleikum. Unë s'ju tuta me fukarallokit për juve. Muslimanët kanë pas parë shumë. Se sa vite muslimanët janë të parë naft, lanë ndjekse. Megjithatë ata nuk janë të parë në fein Allahu te bareke ve teala. Andaj tha pejgamberi sa në vet, tha fukarallokit i tutesha, unë do kam miku i tyre në dunja e në ahiret. Kjo ka qenë privilegji që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam familjes së vet. Edhe me këtë rast e përfundojna nga se ka shumë prej domthonë trajtimet pejgamberi me kushëritë e vet, kur e kanë vrarë Hamzën në luftën e Uhudit, thotë Abu Huraira, u ka shku pejgamberi te xhenazja dhe i dini ju xhenazën e Hamzës çai kanë bërë. Hindi kur e kanë vrarë babën Utbatu ibn Rabi'a, baba i Hindit. Ja kanë vrarë babën luftën e Bedrit. Edhe ajo mërzit shumë. Edhe ketë altant që a i ka pas, ka thanë, ja jap ketë altant që to shka i kam, ketë plot i ka qitë shumë publik, ka thanë, kush ma vret, atë shka ma ka vrarë babën. Ka thanë, kush ta ka vrarë babën? Ka thanë, Hamza. Atëherë, Wahshiju, i cili ma vonë e bo musliman, o konë fukara, ka thonë, a më lironi mu e pirobnijës nëse une e baj? Ka thonë po. Atëherë, ja ka morë këtë altan, në onë hipotek, nëse une të vras, ti mi jap altan. Apo? Edhe e ka vra, edhe ja ka coptu trupin. Ka shku me thik edhe ja ka coptu trupin, Hamzës. Apo? Prej mlefi që ja ka pas. Se mlefi kër e ki, këni po njerëzit që thojnë, as në vërës dhe në sti, kur i e zlunë si pas traditëve njerëzit. Mi po kjo konë Hamza, buri prej burave të pejgamberit sa më dhe agje i tina. Edhe kur shkon me mësam dhe e shë gjenazën, edhe nalet e gjenazja gjatë, edhe mërzitët shumë. Kur e shë agjen e vetë, coptun, a mu shë para me nu, vllavi i babës, edhe musliman, të luftu me Muhammed a.s. edhe nalet edhe i shikon, edhe i thot, rahimek Allah, të më shiroft, Allahu agja jem. Ka thonë, in kun të lewasule lë rahim, sa shumë e ki majt farifisnije. A i dini Hamza transmitohet se kër e ka pranu islamin, e ka pranu o ka në uthime, edhe kër ka ardhë në Mekë i ka thot dikush, o të anguz dikush Muhammedin, nipin. Ka thonë, kush e të anguzme? Ka thonë Ebu Gjehli. O kush e vëllja o ka në buri madhë, ama edhe Hamza o ka në buri madhë. Edhe ka shku disa flakaresha, edhe ende su ka në musliman. Ka thonë, pitash jam musliman. E ka një si për i nati ka një për një me. Apo? Kështu është? Andaj i ka thonë, o agjarjem, sa shumë e ke majtë lidhet fare fisnjore, i dekt të kanë. Pasaj i ka thonë, dhe sa shumë e ke dash khajrin. Sa shumë ke bo khajr. Pasaj i ka thonë, mos mu kanë që mërzitët familja jote pasteje, të kisha lanë qështu me të hangër shpendet. E të rinjallësht e Zoti në gjuhët e shpendve. Mos mu kanë që mërzitët, para në me la gjenazën për mi, për ditë që ka përcesh, ata me pa. Ka thonë, mos mu mërzit familja jote, të kisha lanë, o familja une edhe familja tjerve, ka thonë, të kisha lanë që tu të të hajnë shpendët e të rinjallësht e Allahu Gjeli Gjelaluhu me gjuhët e shpendve. Pas e ka thonë, betohem në Allahun, do t'i coptoj 70 për tëre. Betohem në Allahun, do t'i coptoj unë 70 për tëre. Kë ka qenë prej mërzijës të madhe. Atër ka zbitë Allahu Gjellë ajetin në surën e Nahl, wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Kur'ani është shumë i çuditshëm. Kjo drejtësia e Zotit. Allahu s'ka emocion, Allahu s'ka. Muhamedi sa më ka, so njeri. Tha 70 kam i coptuar për agjen tem. Atër tha Allahu Gjellë, e nëse e mirë një hakun e juve, mirë një qatë sa ju kanë bëhë dam, jo me të pruhe. Kujti ka zbit kjo? Muhamedi a.s. Tha nëse e mirë një hakin, meni se ju kanë bëhë. Ka thonë, a nëse bani sabër, ashtë alama e mirë. Shko? E ka cëptu agjen? E dini shka? Që ki njëri që e ka vra Hamzën, ka arte Muhamedi a.s. dhe i ka thonë, eshhedu en la ilaha illallah, wa eshhedu en Muhammed Rasulullah, ka bo musliman. Për nga mësam, ka thonë, në regu, ka thonë vesh nëse ki mundësi më së ndalë para ftyre se ma në gjallë ndjenën e agjës, se e ka da shumë agjën e vetë sallallahu aleyhi wasallam. Kjo ka qenë prej traditeve të pejgamberit sallam, dhe ka pasur shumë prej traditeve, për mësam shpesh i ka morë evlat e Abbasit, e ka thirë Abbasin,
edhe ka thirr Aliun edhe ka bë dua për ta shpesh, ka bë dua për djalin e Axhës vet Abdullah ibn Abbas, ka thonë: "O Allah, mësoja Kur'anin Abdullah ibn Abbasit, mësoja te'wilin, mësoja interpretimin e saktë të Kur'anit." Gjithashtu një ditë për ditë i ka thonë Abbasi, ka thonë: "Ja Rasulullah, mësoma një dua." Ka thonë: "Lutë Allahun që Allah më dhon shëndet, lutë Allahun që Allah më trupit shijave, lutë Allahun te bareke ve që Allah më të dhon të mirat në dunja edhe në ahiret." Gjithashtu prej traditave të pejgamberit sa ka qenë se kur i ka ndalu haramët, ja ka nisë pi familjes vet. Një ditë për ditëve ka thonë: "Çdo kamat e xahiletit është e pezullume. E para prej tyre kamat e Abbasit." Se ka tregtar dhe ka ndonë para me kamat. Ka thonë: "E para tregti që pezullohet është kamata e Axhës të Abbasit. Dhe këtë gjakët e xahiletit janë pezullume. S'ka mu hakmar më për xahilet. Dhe gjaku i parë që pezullohet është gjaku i Iyas ibn Rabi'as ibn al-Harith, djali i Axhës vet, i cili është vrarë padrejtisht, ka thonë se ajo është gjak i falës, është i xahiletit." Kjo ka qenë prej traditave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe trajtimit të mirë të tij ndaj axhallarëve të vet dhe fisit të vet.